Mund të cilësohet si test i vërtet kjo përballje ndaj? Jo, definitivisht jo. Mu që kam bëri përshtypje realisht e kjo ndeshje, sepse shikova me shumë kuriozitet ndesha me pa fytyrën e Gjermanisë kundrejt, do me thonë, ekipit kundërshtar, sepse realisht në këto faza gjithmonë po del ajo që e nënvlerësojnë kundërshtarin. Por më bëri përshtypje paraqitja e ekipit, edhe njëherë se s'po di me... Curaçao. Curaçao. Se une me qëp i thëmë Curaçao. Curaçao. Nejse. Sido që tjetë, ekipi tyre do tëtë me sonte fitoj respektin, do me thonë edhe me disiplinën, edhe si u shfaqën në fushën e gjelbërt. Mua u kjo më bëri përshtypje, sepse kur të gjithë me donim që këta kundrejt një superfuqie botrore si që është Gjermania, do të zmbratshin, do të tëtë ata veç vazhduan edhe luajtën një loj mjaftë të mirë, por aq ishte kapaciteti tyre, aq kishin mundësi edhe për ata kena aty 7 gola do të tëtë. Është interesant që unë u befasova që në